Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: vërtet, atë që vdes me dashuri për familjen e Muhammedit e përgëzon meleku i vdekjes me xhenet, e më pas Munkeri dhe Nekiri. Vërtet, ai që vdes me dashuri për familjen e Muhammedit përcillet për në xhenet, ashtu siç përcillet nusja tek shtëpia e bashkëshortit të saj. Vërtet, atij që vdes me dashuri për familjen e Muhammedit, i hapen tek varri 2 porta prej portave të xhennetit. Vërtet, atij që vdes me dashuri për familjen e Muhammedit, Allahu ja bën varrin vendprehje të melekëve të mëshirës. Hadithi gjendet në Tefsir Al-Kashaf e autorit Az-Zamakhshari, vëllimi 4, faqe 220.